pse ende ka një dilemë, nuk ka një vendimmarrje apo janë të përçarë në Itali sa i përket bordit të paqes? Në fakt, në Itali funksionon mjaft mirë komunikimi me publikun dhe komunikimi në mënyrë të drejtë për drejtë, transparent. Dhe pikërisht mbi këtë pyetje, mbrëm kryeministja Giorgia Meloni ka pasur një intervistë të gjatë në Porta a Porta, që është transmisioni më i rëndësishëm i show-ut politik, ku ka trajtuar këtë çështje. Pra, ajo që shumë mirë ju e keni sjellë si temë, se çfarë po ndodh në Itali, ajo është përpjekur ta bëjë me këtë public relation, me këtë emision, duke shprehur këndvështrimin e saj. Dhe Giorgia Meloni ka thënë qartë se kushtetuta italiane, artikull apo neni 11 i saj, në cilën citohet se Italia, Republika Italisë nuk e njeh luftën si mjet, instrument për lirinë e popujve apo për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, e ka cituar dhe e ka sjellur në kauzë pikërisht për të thënë italianëve, për të thënë elektoratit saj se nuk mund të marrë pjesë në këtë bordin e paqes duke respektuar kushtetutën e Republikës. Por njëherësh, Giorgia Meloni ka sjellë qasjen e saj, që është tipike e diplomacisë italiane, për të qenë në mes të dy pikave ekstreme të një ure, apo të një mosmarrëveshje, apo të një kaosi, apo të një debati që është në kurs. Pra, në të njëjtin moment, ajo ka thënë se i pëlqen kjo ide, është e hapur për këtë ide, por nuk ja lejon kushtetuta. Pra, në të njëjtën çështje kemi parë një Giorgia Meloni që thret kushtetutën, e cila është parimore edhe në fushatën e saj politike, gjë që ka sjellë në pushtet. Pra, mos harrojmë patriotizmi, mos harrojmë konservatorizmin, gjithçka që është mbështetur me votë. Dhe nga ana tjetër, ajo thotë, unë jam me Donald Trump, më pëlqen kjo ide, por për momentin duhen sqaruar disa gjëra brenda kontekstit të kushtetutës që unë të pranoj të jem. Dhe në mbledhjen e qeverisë është diskutuar pikërisht kjo, ditën e martë në mbrëmje, ka qenë mbledhje gjatë e qeverisë italiane, në komunikimin që na erdhi nuk ishte renditur në ato që ishte publike, por kemi marrë vesh të nesërmen që është diskutuar pikërisht kjo do të jetë prezente pranishme Italia apo jo, dhe deri në këtë momente ajo ka thënë jo. Mirë, pse ndalon kushtetuta? Cilat janë argumentet? Sepse neni 11 i kushtetutës thotë se e hedh poshtë luftën si një instrument mbrojtje për lirinë e popujve, por dhe për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Tani kemi një lloj shumë e mirë pyetja, sepse një lloj kontradikte se themi bordi paqes, edhe këtu kemi luftës. Por kemi parë mbi të gjitha faktin se ky bord paqe, pakton Giorgia Meloni ka justifikuar me këto 8 faqe, me mos gaboj të statutit të këtij bordi, që mes të tjera citon se Donald Trump është president i përhershëm i këtij bordi paqe. Dhe Italia si një vend, një shtet Europian, demokratik e tjerë, nuk mund pranoj të ketë sovranitetin apo presidencën e një personi gjithë jetën dhe të pranoj një bord ku nuk ka të drejtën e xhiros presidencës dhe të votës së barabartë në shumë zgjedhje, pasi ky statut jep fuqi mjaft fuqishme presidentit përhershëm të tij. Praktikisht e bën presidentin e botës. Sepse duke qenë gjithë vendet më të zhvilluara. E bën një organizatë UKB-je OJQ në drejtimin e Trump dhe që në një farë mënyrë i bën dhe konkurrencë institucionalizmit të këtyre organizmave që është dashur kohë historike për të krijuar.